Gjetjet tregojnë se numri më i madh i viktimave të dhunës në familje janë të gjinisë femrore, pra daton vetëm një numër shumë i vogël i meshkujve të cilët janë të regjistruar si viktima të formave të caktuara të dhunës në familje. Gjithashtu kemi disa të dhëna lidhur me moshën e viktimave të dhunës seksuale, të cilat janë të regjistruara nga të dhënat e Qendrës për Referim të Viktimave të Dhunës Gjinore që funksionon në Spitalin Klinik të Tetovës, ku kemi edhe fëmijë pra të mitur, konkretisht pra viktima të cilat janë në moshë shumë të vogël. Këto të dhëna janë të paraqitura në raport, mirë po, unë do të kisha dashur të potencoj edhe faktin se edhe pse viteve të fundit kemi një numër më të lartë të raportimeve, kjo nuk do të thotë se numri i dhunës është rritur, por kemi rritje të paraqitjeve të rasteve, kemi të bëjmë me ndërgjegjësimin e viktimave, por edhe me funksionalitetin e organeve të cilat bëjnë ndjekjen e këtyre veprave penale.